Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi vetëdijshëm që temperaturat janë të larta, por po mundohena që të jem sa më i shkurt në këtë hutbë. Sot fillojmë një vit të ri kalendarik hynor, është dita e parë e kalendarit hynor e muajit Muharrem të vitit 1447. Sigurisht që në hyrje të krejt kësaj i bën përshtypje dikuj me e ditë këtë shifër, e nga njëherë njerëzit edhe din me i ngatru, praktikisht edhe vetë muslimanët. Dhe kur i pyesim se ti çka ludon viti 1447, thët po prej qësaj date ekziston Islami. Ka dhe të tillë që thojnë, mendojnë se Islami është që 1447. Dhe shpesh herë din me thonë edhe tjetrën, thonë që fetë tjera, për shembull krishterizmi është që 2025 vjet. Se çështu ai u mësumi numëru shifrat, jo të ndershëm vëllezër. 2025 aludon lindjen e Isait alayhis salam. Viti 1447 tregon shpërnguljen e pejgamberit alayhis salam. Nuk ka të bëjë kjo me Islam. Islami ekziston pi Ademit alayhis salam. Krejt pejgamberët e Zotit janë musliman dhe kanë ardhur me Islam. Pra kalendari hynor 1447 që fillon prej sot, viti i ri kalendarik, tregon shpërnguljen e pejgamberit alayhis salam. Prandaj po fillojmë pra edhe me një sezon të re, me përplot mësime dhe vlera. Në mesin e këtyre mësimeve sot kemi përzgjedhur që të flasim pikërisht për shkollën e hijretit, shkollën e shpërnguljes pejgamberit alayhis salam. Nuk kam plan të flas për kronologji historike, sepse na duhet me fol me muj, por po mundohna që të nxjerrim mësime nga kjo shkollë. Pse ndodhi, si ndodhi, çka i paraprini mësimet e kështu me radhë. Gjithsesi të ndershëm vëllezër të pranishëm, që është e rëndësishme për dikon ta kupton çka është fjala hijret. Fjala hijret në një prej kuptimeve ka kuptimin shpërngulje, pra migrim, shpërngulja pejgamberit alayhis salam nga Mekka në Medinë. Dhe kuptimi i dytë praktik është braktisje e të keqes, siç thot pejgamberi alayhis salam, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Muhajir është ai i cili e braktis të keqen që ka ndalu Zoti. Ne do të flasim për kuptimin e parë sot këtë hutbë, shpërnguljen e pejgamberit alayhis salam, mësimet, prandaj dhe kam thujt shkollë, edhe vërtet është shkollë. Hijreti o vëllezër, shpërngulja profetike është shkollë që na duhet gjatë të jetës tonë. Nuk është hera parë që ligjerojmë për këtë shkollë, çdo vit e përsërisim këtë shkollë, por ja që harrohen gjërat dhe mundohemi që të sillemi çdo vit diçka që ndoshta se kemi thënë viteve të kaluara. Sigurisht që kësa ngjarje të madhe të ndershëm vëllezër i kanë parapri një sër ngjarjesh të rëndësishme. Pra para hijretit, para shpërnguljes i ka parapri ngjarja e Taifit. Ju sugjeroj të lexoni ngjarjen e Taifit, e kemi shpjegu, pra ka ndodhur një sër aktivitetesh dhe ngjarjesh. Pastaj ka parapri ngjarja e madhe historike Israja dhe Miraxhi. E pastaj i ka parapri viti i pikëllimit, viti i mërzisë, e që ishte vdekja e axhës pejgamberit alayhis salam, i cili ishte shumë përkras i pejgamberit alayhis salam, Ebu Talibi, dhe vdekja e gruas së tij Khadijës, Allah qoftë e kënaqur me të. Krejt këtë ngjarje i kanë parapri hijretit. Dhe hijreti o vëllezër, shpërngulja ka ardhur si rezultat i disa arsyeve. Unë po i përmend disa nga to. Arsyeja e parë është dhuna dhe represioni i madh. Pra, nuk do ta kishte lëshu pejgamberi alayhis salam Mekën veç hajt, por nga dhuna e madhe, nga represioni i madh që i ka ndodhur atij dhe shokëve të tij, është detyru me lëshu Mekën. Pastaj imponimi, pra si arsye e hijretit është imponimi i paganëve të Mekës për besimtarë që u konvertuan në Islam, që ta lëshojnë Mekën, shkojnë vende të tjera. Dhe kjo ka ndodhur, siç dhe dini, pra disa grupe, disa herë kanë shkuar në Etiopi, para se të shpërngulen në Medinë. E pastaj kur i vije urdhri hynor pejgamberit alayhis salam, pra veç edhe shpërngulet.
Arsyeja e tretë është komploti që kanë përgatit paganët e Mekës me mbyt pejgamberin alayhis salam. Dhe kjo ka ndodhur kësaj, po mundona me përshu me pak fjalë. Fiset pagane në Mekë janë të buar dhe kanë dhënë solucione të ndryshme, mendime të ndryshme, çka të veprojnë me Muhamedit alayhis salam. Dhe përfundimisht kanë ardhur në përfundim që ta mbysin. Të bëhen të gjitha fiset së bashku, ta mbysin me qëllim që fisi pejgamberit alayhis salam mos ketë mundësi hakmarrje, sepse nuk ka mundësi të hakmirët për gjitha fiset. Mirë po ata kanë harruar që Allahu xhelle xhelaluhu e njofton pejgamberin alayhis salam me rastin dhe Gjibril alayhis salam para i shpall pejgamberit alayhis salam se që ky është plani i paganëve të Mekës. Allahu xhelle xhelaluhu ka zbrit në suratul Anfal citatin 30, thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin." Dhe kujto ti kur ata bën komplot ndaj teje, bën plan ose me të prangos, ose me të mbyt, ose me të dëbu. Ata bëjnë plane kurse Allahu ua shkatron planet e tyre. Pra, me këtë citat u njoftu pejgamberi alayhis salam se gjendja është në rrezik. Prandaj arsyeja pse ata bën këtë plan janë dy, siç thonë historianët. Arsyeja e parë ishte se paganët Mekas filluan të kaplej friga dhe panika nga besimtarët që do të migrojnë në Medinë, do t'i pengojnë për tregtinë e ardhshme. Dhe arsyeja e dytë ishte sepse paganët Mekas ose Mekasit në kaluarën kishin nam, kishin famë nga dishillin arabik dhe besuan dhe menduan se me prezencën e pejgamberit alayhis salam në Mekë, pra gjithsesi që i ulet kjo famë dhe vendosin ta likvidojnë. Mirë po, Allahu xhelle xhelaluhu i ka planet e veta dhe gjithsesi që e nxorri nga e situatë në mënyrën më të mirë. Kjo ishte në pika të shkurta ngjarja, po mundohena pak mësime me përfundu hutben. Çka nxjerrim mësime nga hijreti i pejgamberit alayhis salam? Mësimin më të madh që e nxjerrim nga shpërngulja profetike është kauza. Me çu kauzën përpara. Krejt këtë sakrificë dhe këtë sfidë, sepse hijreti vëllezër nuk ka qenë i lehtë. Hijreti shpërngulja i ka kushtu dikuj me jetë, dikuj me familje, dikuj me pasuni. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka dashur me çu kauzën përpara. Cila është kauza? Për çfarë kauze po flitet? Fjala është për me nxjerr njerëzit nga errësira e pabesimit në dritën e besimit. Me nxjerr nga ignoranca në dritë e kështu me radhë. Kjo ishte kauza e pejgamberit alayhis salam, prandaj dhe erë në momente që ta elshon vendin e tij më të dashur për ta çu kauzën përpara. Mësimi që nxjerrmini është se kjo kauzë vëllezër vlen deri në kiamet. Ne do ta kemi këtë pjesë të kauzës, që njerëzit ju flasin për shahadetin, që njerëzit ju përmisojmë antarët e familjes dhe të tjerë, sepse sot apo nesër shumë shpejt vjet dita për të dhënë llogari para Allahut dhe gjithsesi që ne jemi kriju me mision. Mësimi i dytë që nxjerret është nga hijreti se duhet i marrëmi sebepet shkaqet në jetë, mjetet, para se me marrë vendimin. Marrja e shkaqeve të ndershëm vëllezër pranishëm në jetë është shumë i rëndësishëm. Pra mi marrë sebepet, shkaqet, pastaj me vepru. Kështu veproi pejgamberi alayhis salam. Pra kur mori lajmin se kanë bë komplot për ta likvidu, e la Aliun në shtratin e tij, radhiyallahu anhu. E la në shtratin e tij, u përgadit dhe doli el shej Mekën. Shkoj dhe u strehu në një shpellë jo shumë larg Mekës, qëndroi 3 ditë, e pastaj e mori me veti edhe Abu Bekrin, e pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu e mobilizoi familjen e tij, djalin, vajzën, shërptorin, secili kishte një detyrë. Njëri të sjellë ushqim, tjetri të sjellë lajme çka po flitet, tjetri të sjellë delet, të hub gjurmët se ka një person këtu. Pra, krejt këto janë marrje të shkaqeve. Por ndryshe për Allahun ka qenë shumë e lehtë me marrë pejgamberin alayhis salam me çun në Medinë për pak çaste. Sigur që e ka çu prej Mekës në Jerusalem, në Kuds, Isran kur ka bë, ose Mirajin në qiell për pak çaste, për një pjesë natës. E ka pas këtë mundësi, por neve ka dashur në një shkollë që jeta kësaj bote don sebepet me i marrë. Marrja sebepeve është për besimin ton. Dhe lania sebepeve paraqet problem e shkaqeve.
që personi thot se unë, sigurisht që e shpjegova sot, për shembull, mu nuk më pengon temperatura e lartë, mu nuk më pengon paraqitja një rrezikut një jetë. Kjo paraqet problem pra në çështjet besimit. Prandaj pejgamberi alayhis salam i ka marrë sebepet edhe ka startu edhe ka realizu pra hijretin. Çështjen e tretë që po e ceki, që është shumë e njohur, por du ta ceki për ta përkujtu. Gjërat e mëdha, mësimi i tretë pra, gjërat e mëdha të ndershëm vëllezër, dojnë sabër, dojnë durim. Senet e mëdha vëllezër, projektet të mëdha jetike që janë, dojnë sabër. Këtë mesazh pja thon vetvetes, pja thon edhe juve, me theks veçantë gjeneratës të re, gjeneratës së teknologjisë që po i lëshon shpesh sabri. Këshyrin krejt senet për një ditë, për 24 orë mu bo multimilionera, për 24 orë me kry shkollën e kështu me radhë. Jo, jeta dën sabër, jeta dën pra, jeta ka sakrificë, dën durim, me durim të mirë arrihin gjërat e mëdha. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo është shkolla e hijretit. Shumë çka ka për të thonë, po unë këtu po e përmbylli këtë hutbe me qëllim që të përçoj këto mesazhe që ne të përfitojmë nga jeta e përditshme profetike e Muhamedit alayhis salam, e thotë që këtë që ndëgjuat kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër, të pranishëm në pjesën e dytë të kësaj hutbe, po përçoj dy mesazhe. Një, Këshilli i Bashkisë Islame në Prishtinë si zakonisht organizon mësim besim çdo vit në medresen Alaudin, kështu që nga data 1 mujt korrik deri në datën 11 organizon mësim besim, prandaj kush ka mundësi të çon fëmijët që të mësojnë. Dhe e dyta është edhe ne këtu në xhamin tonë si zakonshëm. Do thotë për çdo vit organizojmë mësim besim, këtë vit do të fillojmë ditën e hanë inshallah me mësu fëmijën shkurt thjesht. Fëmijët kanë kryer këto shfrytëzoj rastin që të uroj për gjithë fëmijët që ta kanë përfunduar me sukses vitin akademik shkollor, lut Allahun që i jep mbarësi, mirësi në dijen që kanë marrë, por megjithatë duhet të kompletohemi, fëmijët ta shfrytëzojnë, pra jemi vetëdijshëm që janë në pushim, por ta shfrytëzojnë, ne kemi një kurs 2 javor, do thotë këtu në xhami, sigurisht edhe vitet të tjera, apeloj të gjithë prindërit, unë du që ta hiqi përgjegjësinë time para Allahut për fëmijën e ju, prandaj mos hezitoni me i pru fëmijën prej moshës 6-7 vjeçare tutje, 2 javë kemi kursin, pastaj fëmia jenë të lirë, lut Allahun e Madhreshëm që të na jap sukses në jetën tonë të përditshme, na udhëzon neve, familjarët tanë, të jujt, fëmijët tonë, fëmijët e juaj, shoqërinë tonë, ta ruaj Allahu popullin tonë, vendin tonë nga çdo e keqe, lutim Allahun xhele xhelaluhu që t'i shëroj të gjithë ata që janë të smuar dhe që na kanë porositur që të lutemi ekskluzivisht në këtë hutbe për disa xhamatli, të cilët kanë probleme, lutim Allahun që t'i shëron dhe t'i shëron muslimanët ka do që janë, ta rregullon gjendjen e muslimanëve ka do që është. Lutim Allahun xhele xhelaluhu për paranimin e vepra për vetvete dhe për ju.